Zoti Pllashniku, çka ndodhi sepse ende pa i bërë një muaj që ju e vendost flamurin e ushtrisë shqiptare duke e shndruar rrethin e Ismetit tek rrethi i UÇK-s, ju sot do detyruat që ta riktheni atë. Po, sot në mëngjes se kena vrejtë që flamuri o largu, për dikuna njerit të pa njoftun, organet i kena kontaktu të gjitha organet, komune, inspektoriatin, edhe na u kam përgjith që ato nuk e kanë tërhjek flamurin edhe të UÇK-s, ku që pasi që kanë hjek flamurin e UÇK-s, këtë flamur që kena dhanë gjak për këtë flamur, me këtë flamur janë varrës shumë dëshmor të kombit shqiptar, edhe ai person, ai njeri që ka hjek këtë flamur, ai nuk është shqiptar, edhe nuk ka gjak shqiptari, kështu që ka bo gabim të madh që ka hjek. Inshallah do Zotis përsëritet edhe njëherë ky gabim që ka bo ai njeri, ai duhet me kërku falje, edhe nëse e ka tërhjek organet kompetente ose dikush duhet me kërku falje se na kena lyp leje për komunës, komuna na ka leju, kështu që atë të përshëndeti kryetarin për parimin që na ka leju me lanë këtë flamur, me vendos këtë flamur të rrethi i UÇK-s, do me thonë rrethi i flamurit i UÇK-s njëfët tash, e kështu unë besoj që më këtë flamur nuk ka me pas dorë që guxon me prej këtë flamur, sa aja dorë që ka prej këtë flamur nuk ka bo mirë, edhe kështu që kam përgjithësi edhe organet me rujt këtë flamur, edhe populli me rujt këtë flamur, se këtë flamur kena dhënë betim për këtë flamur, edhe do të vdesëm dhe këtë flamur deri në